Prokuroria Themelore Publike prilep dha urdhër për kryerjen e procedurës hetimore kundër 16 personave fizik dhe 7 subjekteve juridike, ndërsa 9 persona të tjerë dyshohen për vepra që ndiqen me procedurë të shkurtuar. Prokuroria për 6 persona kërkon paraburgim, kurse për 19 të tjerë caktim të masave të kujdesit. Dyshohet që buxheti të spitalit Borka Talevski të ju kenë shkaktuar dëm prej mbi 700.000 eurosh. Të dyshuarit, mes të cilëve edhe ish drejtoresha, udhëheqës edhe të punësuar tjerë në spital, por edhe drejtues të subjekteve të dyshuara juridike, përmes procedurës për prokurime publike, për servisim të veturave, pastrime të hapësirave të punës, servisim të rrjetit të furnizimit me ujë, shërbime të lyerjes, sigurim fizike, rindërtimin e repartit të sëmundjeve infektive, pra përmes të ndryshimeve të palishme të undërpagesave, i shkaktuan dëm total buxhetit të spitalit të Borka Talevski, prej 42.726.978 denarësh. Qëllimi i të dyshuarve sipas prokurorisë ka qenë përfitimi personali të dyshuarve dhe të personave të tjerë. Ekziston dyshim i bazuar se të dyshuarit, si bashkëpunëtor kanë marrë pjesë në veprime që me vtëdije kanë shkelur rregullorin e prokurimit publik në spitalin e përgjithshëm të Prilepit, me qëllim arritjen e përfitimit të konsiderueshëm material për veten e tyre ose të tjerët, gjithsesi që të shkaktojnë dëm të konsiderueshëm material spitalit, gjë që mbështetet edhe në gjetjet e raportit të entit shtetëror të revizionit. Sipas njoftimit të prokurorisë, ata dyshohen për veprat penale, keqpërdorimi i procedurës për thirrje publike, dhënie të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat, si dhe përveçsim në detyrë. Gjithashtu janë të përfshira edhe veprime për punë të pandërgjegjshme, keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimit, falsifikim ose shkatërrim të librave aferiste dhe vepra të tjera penale për disa nga të dyshuarit, të cilët gjithashtu shtojnë se po hetohen nga prokuroria.